Me qëre të shkatrojsh faqizmin tina me je prik në salepit apo me kokrën e morrit që ma kje se kokra rizi. Kjo pyetje ironike e marrë nga komedia Prefekti, përdorej për të tallur pa fuqinë reale përballë një armiku të madh. Sot, në vitin 2026, bota nuk përballet më me fashizmin klasik, por me një armik po aq të rrezikshëm, trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Lufta frontale kundër narkotikëve dhe pastrimit të parave, e shpallur nga Shtetet e Bashkuara si një prioritet global, kërkon më shumë se deklarata politike dhe struktura formale. Ajo kërkon besueshmëri absolute të njerëzve që e drejtojnë këtë betejë. Pikërisht këtu Shqipëria përballet me një kontradikt të rrezikshme. Në krye të Byros Kombëtare të Hetimit është vendosur Joni Keta, institucioni që në praktik konsiderohet si FBI-a shqiptare. Detyra e tij është të udhëheqë goditjen ndaj rrjeteve të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave në përputhje me standardet dhe pritshmëritë amerikane. Por kjo luftë nis e kompromentuar për shkak të lidhjeve të drejtpërdrejta familjare me Alban Pezën, kunatin e tij, një emër i lidhur me tentativa trafiku droge dhe me pasurinë të shpejtë të dyshimt. Problemi nuk është thjesht moral, ai është strukturor. Si mund të funksionojë parimi bazë i hetimit Follow the Money, kur gjurma e parave të çon brenda familjes së drejtuesit të institucionit? Si mund të kërkohet transparencë nga hetuesit, kur në krye qëndron një figurë e ekspozuar ndaj konfliktit të interesit më të rëndë të mundshëm? Rasti bëhet edhe më problematik kur në këtë zinxhir përfshihet edhe emri i Damian Gjiknurit si nyje politike që sipas akuzave ka shërbyer si urë lidhëse mes parasë së dyshimt dhe legalizimit të saj përmes bizneseve, ndërtimit dhe investimeve. Këtu nuk kemi më thjesht një trafikant dhe një kunat në krye të hetimit, por një trekëndësh ku krimi, pushteti dhe institucionet ndërthuren. Në vend që Shqipëria të jetë një aleate e besueshme në ofensivën globale të SBA-s kundër narkotikëve, kjo situatë bën vendin një pikë të dobët të kësaj lufte. Jo sepse mungojnë ligjet apo mbështetja ndërkombëtare, por sepse lufta po drejtohet nga njerëz që mbartin hijet e asaj që supozohet të luftojnë. Në këtë përballje, koha punon kundër maskimit. Dosjet hapen, parat lën gjurmë dhe e vërteta del gjithmonë në sipërfaqe. Pyetja nuk është më nëse kjo luftë do të kompromentohet, por sa gjatë do të tolerohet kjo tallje me partnerët amerikan dhe me vetë shtetin ligjor. Vion.